Unë nuk po mundohem të bëj kënd të ndihet mirë. Para pak ditësh takoj një mik dhe duke bisedu, një nga pyetjet e mia më të zakonshme është si e ke ndo portofolin. Ai më thotë, i kam fut të gjitha te një projekt në Tiranë. I thash, mos ke lujt mensh. Ai mendonte që ishte një mundësi e mirë. Dhe në fakt ky është problemi. Jo investimin vetvete, por mënyra se si ai mendonte. Tani ti thrasi menjes. Nëse i ke fut gjithë kapitalin në një vend, ti nuk po investon. Thjesht je ekspozu ndaj riskut. Diversifikimi nuk është opsion. Ky është rregulli kryesor i lojës. Dhe jo, nuk është vetëm Dubai. Diversifikimi mund ta bësh edhe brenda Shqipërisë. Në metropol, në Bregdet, për rritje, për cash flow. Një investitor i zgjuar nuk zgjidh vetëm njërin, i merr të dyja. Dhe nëse ka vizion, shton dhe një treg ndërkombëtar, sepse tregjet lëvizin gjithmonë. Dhe ku lëvizin, ose je i pozicionuar, ose je i goditur. Unë nuk po mundohem të bëj kënd të ndihet mirë. Unë jam këtu për rezultate, sepse shumica nuk humbasin nga tregu, por humbasin nga strategjia e dobët. Sot je para dy zgjedhjeve, ose ndërton një portofol me strategji, ose vend bast dhe shpreson.